Historiku i arsimit në minoritetin etnik grek në Shqipëri ishte në fokus të konferencës shkencore të mbajtur sot në Gjirokastër, një organizim mes universiteteve Qrem Çabej dhe Aristotel të Selanikut. Përgjegjësia e Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek Kosando Ksera tha se ky organizim synon të nxjerrë në pa jo vetëm historinë e arsimit në këtë minoritet, por edhe të nxit një dialog dhe diskutim shkencor për ta kthyer në një aktivitet të përvitshëm. Synimi kryesor i konferencës është të bëhet një dialog akademik në lidhje me problemet e arsimit dhe me fokus arsimin në minoritetin etnik grek. Do të ketë pjesëmarrës nga institucione të ndryshme si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit, referues që janë specialistë në fushën e edukimit, të arsimimit, të brezit të ri, por edhe njohës shumë të mirë të historisë deri në vitet 90, ku është edhe fokusi i konferencës së sotshme. Pedagogët të dy universiteteve akademike, por edhe të ftuar nga universitete të tjera referuan tema të ndryshme mbi historikun, por edhe me organizimin e arsimit në minoritet që prej vitit 1945 deri në 90-ën. Interesante ishin edhe dokumentat e hershme që tregojnë etjen e banorëve për dije. Mitropoliti i Gjirokastës në vitin 1873 i dërgon një qarkore banorëve të Zdrovjanit, të Delvinës, në të cilën u bën thirrje personave që kanë marrë libra nga biblioteka e shkollës t'i kthejnë në bibliotekë. Do të thotë kjo që edhe atëherë ka pasur një bibliotekë dhe përveç kësaj ka pasur dhe njerëz që i lexonin librat dhe ndonjëherë edhe i vidhnin në thonjza. Nuk është gjë e vogël të vidhet libri. Libri merr gjet kur vidhet ose më saktë kur lexohet, kur nuk mbetet në raftin e bibliotekës thjesht për bukuri. Konferenca e sotme është e para me temë rrugëtimin diakronik të arsimit të komunitetit etnik grek në Shqipëri deri në vitin 90, një rrugëtim që ka treguar shumë dashuri për arsimin, e cila çoi edhe në ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore.